ose Beodirit në mënyrë që të mund të ndryshojnë raportin. Pra, unë them se udhëtimi dyditor, qëndrimi dyditor, realizoj në tempullin e demokracisë europiane, realizoj qëllimit e tij. Por, unë pata dhe një takim me drejtues të Partisë Demokratike për Brukselin dhe diskutuam gjërësisht për një plan. Qytetarët europian do të dalin zot votës tyre të shkelmuar nga narkoregjimi i Edi Ramës. Ka lajmëroni protesta në institucionet ndërkombëtare? Lajmërojmë të gjitha format e angazhimit të qytetarëve shqiptar jashtë vendi për votën e tyre. Edi Ramës do t'i ngecë në fyt vota e diasporës dhe dhunimi që u bëri zgjedhjeve. Zoti Berisha, betejë e opozitës tashmë është me fakt, pra ta denoncoj faktin elektorale tek faktori ndërkombëtar apo ta vijoj betejën në Shqipëri? Betejë shumë planshe, pa diskutim dhe tek faktori ndërkombëtar. Është më produktive. Pse për faktori ndërkombëtar? Zgjedhjet janë, e them dhe njëherë, sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare. Dhe detyrimisht, duke qenë palë në zgjedhje, ti pretendimet tua duhet t'i vërtetosh dhe verifikosh me opinionet e miqve aleatëve tu. Por, në rrafshin tjetër, çështjen e zgjidhin shqiptar, unë e them që miqtë tanë, faktorin ndërkombëtar, forcat demokratike e damkosin Edi Ramën si të tillë, por për të larguar Edi Ramën e largojnë vetë qytetarë shqiptarë. Në këtë betejë, kësaj radhe, Partia Demokratike ka as dimensionin ndërkombëtar, ka dhe dimensionin diaspor. Diasporën e pash, një revolte jashtëzakonshme, tek qytetarët shqiptar, shtetas të Belgjikës, të cilëve vota u është përvetësuar, vota u është dhunuar nga regjimi i Tiranës. Kam edhe një pyetje të fundit. Si e shikoni ju paralajmërimin e zotit Mekalli Steri, i cili tha se edhe Komisioni i Jashtëm, Parlamentin Evropian do të dorëzojë një mision, do të dërgojë ndjes një mision faktmbledhës në Shqipëri, ashtu siç bëri ditën e dieshme me dije Partia Popullore Evropiane. Unë e përshëndes këtë vendim të kryetarit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian si një mbështetje e madhe për përpjekjet e shqiptarëve për demokraci. E konsideroj jashtëzakonisht rëndësishëm, por nëse në harkun kohor 24 orë njoftohen 2 fact-finding mission, kjo tregon se Shqipëria tashmë është një emergjencë, është një smur për të cilin mbi të cilin ka një fokus të madh nga tempulli i demokracisë, nga Brukseli, Parlamenti Evropian. Edhe diçka të fundit, në Komisionin e Jashtëm nuk mungon përfaqësuesve e mazhorancës, të cilët mbritën në Bruksel, një gjë të cilën ju e paralajmëroi ditën e dieshme. Si shkoni dhe ardhmën e tyre? Është një ardhje që duhet, pra është një proces normal apo ka diçka që ardhja e tyre ishte një lloj sikundër qeveria të niste 2 spiun për të pa aktivitetin ton, por morën, besoj, përgjigjen më të mirë, qoftë në Komisionin e Jashtëm, po kështu edhe nga Asambleja Politike e EPP-s.